Në rast të tilla si ai parashikon të tërheq nga procesi vendimarrës ose të kërkojë autorizim sipas legjislacionit amerikan, paktën në tekst, po ashtu në tekst theksohet, dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Ben besoj ta kemi edhe një herë mendimin e regjisë. Thekson gjithashtu se ekziston një mundësi më e lartë për konflikt interesi në lidhje me kompani që operojnë në Shqipëri, pasi këto subjekte mund kërkojnë kontakte ose asistencë nga ambasada dhe të ndikohen nga politikat e saj. Pra kjo është pjesa që mund të roqe vëmendje, po ashtu Wendt ka deklaruar se do shesë edhe ka disa aksionet e Tesla, që cilët do t'i shes 90 ditë pasi të konfirmohet në detyrë, si dhe do të monitoroj investimet e tij për të shmangur situata ngjashme të ardhmen, por po ashtu dhe parashikon dhe kufizime mbi çështje që lidhen me institucionet ku është e punësuar ai dhe bashkëshorti i tij, por pjesa më e rëndësishme bën ishte ajo pjesa, pra që mund të ketë ndikim të biznesit. Si e sheh këtë, se kjo është pjesa më interesante. Më vjen shumë mirë me pyetjen tuaj, pa çka që ky është dokumenti zyrtar, është le të themi procedurë mos e normale, por pjesa që ai evidenton që mund të ketë ndikime dhe i do marrë masa që mos ketë influencuar nga bizneset që kërkojnë ndihmë nga ambasada, po. Patjetër. Dhe ju besoj e kuptoni mirë këtë. Rasti zotit Dell, ambasadorit amerikan në Kosovë, i cili në mos gaboj pastaj u punësua me një nga kompanitë shumë të mëdha infrastrukturore. Individëve të tjerë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, kanë treguar që mbas mbarimit të mandateve të tyre, ata kanë pasur lidhje, kanë pasur benefitet të ndryshme. Në këtë sens, besoj që ai ka paraprir një situate të tillë. Keni parasysh që është edhe në një moshë që ndryshe nga politikanët tanë që mendojnë që do jetojnë 400 vjet, domethënë. Sa shqiponi, po. Ai shumë i arsyeshëm për limitet jetësore, po. Është i arsyeshëm për limitet jetësore, po dhe të kësaj përvoje. Ju keni hapur një temë shumë interesante, sepse këtu të hapësh temat të tilla për ambasadën amerikane dhe individët që kanë punuar atje quhet gati si herezia, ashtu siç quhet. Nuk ka asgjë, ky është dokument zyrtar dhe është shumë mirë zoti Wendt që nënshkruan, evidenton dhe problemet dhe jemi totalisht korrekt. Pa marrëveshja etike datën 17 mars, Wendt pranon se ekziston një rrezik i shtuar konflikti interesi për shkak të pranisë së kompanive që operojnë në Shqipëri dhe që mund të kërkojnë ndërhyrje ose mbështetje nga ambasada amerikane. Prandaj, vetëm thimi këtu ndajemi për diçka bashkë. Gjithçka provohet në momentet kur ambasadori jep detyrën e tij. Sepse mekanizmat e korrupsionit sot janë të tilla që ti vërtet e nënshkruan atë, dhe unë besoj një pjesë e madhe e zyrtarëve amerikan kanë nënshkruar dokumenta të tilla, por keni parasysh vetë administrata amerikane është përballë me korrupsione të frikshme, të pamoralshme dhe të paetikshme në shumë momente. Por keni parasysh statura e tjerë, statura e një ushtaraku, tek fund ka një etik morale të lartë për sa i përket punës, dhe tek e fundit po vjen në një hapësirë ku akoma interesat amerikane kanë rol. Dhe në këtë sens unë besoj këtë, dhe një farë mënyrë po na mëson që paraardhësit e tij tek e fundit nuk e kanë kaluar dot këtë barierën e Edhe pse ata mund ta kenë nënshkruar këtë marrëveshje, nuk e dim apo jo. Është marrëveshje tip apo jo? Duhet parë kjo pjesë, por kam përshtypjen mund të jetë marrëveshje tip kjo për gjithë që merr angazhimet për të mos patur konflikt interesi, por fakti që ai evidenton këtë pjesë është për të varet vërtet është tam, po varet edhe nga struktura e një persone. Për shembull, ju atje kishit të cilësuar që ishte aksioner. Po, ishte aksioner tek Tesla, një kompani që do të shiste ato aksione në momentin që do 90 ditë pasi të emëroheshe. Keni parasysh është një hapësirë që Tesla operon. Po. Tek ne. Dhe është normale që të bëj gjëra të tilla. Problemi i madh do jetë problemi i ardhmës së tij. Në qoftë se shqiptarët do arrin që ta fusin në proceset e tyre apo jo. Historia na ka treguar që disa nga ambasadorët amerikanë në Shqipëri në fakt kanë luajtur role as pak të përshtatshme. Kujtoj që nga zoti Rerson që mënyrën se si u përfshin në zgjedhjet tona,
kujtoj zotin Arvizu, që me zgjidhje se mbajti qëndrime korrekte, por në momentin më të vështirë të 21 janarit, bëri një deklaratë që në mendimin tim përçoi komplet edhe pjesën e hetimeve dhe të tjera, kur përmendi zotin Berisha si burr shteti. Burr shteti është fjalë e pakët, sepse janë shumë pak njerëz që janë burra shteti, por mos vazhduar pastaj me ambasadoren Kim, që gjithashtu bëri deklarata të papërshtatshme në një parti që si Partia Demokratike, e cila pa çka problematikave të veta, mbahet si parti antikomuniste dhe ajo i përmendi retorik komuniste brenda selisë tyre. Okej, Ben, shumë faleminderit edhe për këtë koment, se do doja të analizoj me ty këtë dokument të siguruar nga net. Përshëndes dhe faleminderit shumë. Faleminderit. Shkojmë në një shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish.